Si pasojë e rreshjeve të pandërprerura të shiut dhe daljes së lumenjeve nga shtretërit, gjendja në komunën e Gjakovës paraqitet e rëndë. Shumë rrugë të lagjeve dhe fshatrave të kësaj komune janë përmbytur nga ujë, ndërsa si pasojë uji ka depërtuar në porobore dhe podrume të shtëpive, duke shkaktuar dëme të mëdha në ekonomitë familjare. Me shpërt rryms, me friza, lavatriç, me miell, me çdo artikull që ekziston. I mundu këshim me hik gjatë natës, s'ko mujtë. O ju shpahin, tani janë dëmtune. Asë njësa nuk funksionon më. Lavatriça e tesha, lavatriça e enve, o shka ka ekzistu këposhtë. Që kjo tërë të haqë ka ndollë, se dhja s'ko shama bon, as s'ko më shku, as s'ko më jetu. Arnohet me 204 as rënjohet. Si veteran, vetë me hi kredit dhe ato, as n'aj pranojnë. Ka bo dame shumë, edhe që ka bo shumë dame, datën e parë mi që ka i ujë shpe krejt, ku ka del hitë për ta, dhe qëllë. Gjendjen e rënd e kanë konfirmuar edhe zyrtarët komunal. Sipas tyre, në për disa lagje, si në Dardania, Brekos dhe fshati i Gjelbërt, janë bërë edhe evakuime të disa familjeve të prekura nga këto vërshime. Është gjendje emergjente, ka vërshime, ka përmbytje, kemi evakuar njerëz që kanë qenë mbyllur, jemi të menaxhu situatën e kemi formuar shtabin emergjent. Gjendja më rënd paraqitet në vendbanimet jo formale, siç është vendi Bërkot Shote Galica, po ashtu kemi në Dardani piskot të fabrika të tjegullave, janë 3-4 familje që janë zhvendos, domethënë rrezik për jetë nuk kanë. Janë evakuar. Një familje kemi strëhu, tani presim edhe këto familje që janë të rrezikuar me strëhu dhe me zi problemi. Komuni thot se të gjitha ekipet emergjente janë në koordinim të plot edhe me policinë e Kosovës dhe FSK-n dhe janë në gjendje gatishmërie 24 orë. Sipas informacioneve nga terreni, përmbytje nga ujë janë evidentuar edhe në disa fshatra të komunave tjera në